Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, kjo është News Hour, nisim me lajmet mitingu madhështor ka bërë që Sali Berisha të reflektoj, por si gjithmonë me vones. Kreu i Partisë Demokratike që nuk pati as larg pamësinë e deputetit të tij të Deur Bujarleska, i cili ja sfidoi urdhërin, ka dalë sot duke mohuar që ka pasur një direktivë zyrtare për mos pjesëmarrje të njerëzve të tij. Por ABC News sjell sot në kujtesë deklaratën e ditës së enjte në Kuvent, kur Sali Berisha me zë dhe figurë thoshte se Partia Demokratike nuk kishte marrë një vendim politik për bojkot të protestës kombëtare pro UÇK-s dhe Thaçit. Me akulpa e Berishës pas shuplakjes në shesh, bojkoti i tij u tret në detin Kuqezi në sheshin Skënderbej, por për të mos mbetur në histori si i vetmi lider i politikës shqiptare që nuk e përshëndeti protestën pro UÇK, doktori u detyrua të shruaj disa radhë. Partia Demokratike përshëndet protestën paqësore të bashkëluftëtarëve të ish udhëheqësve të UÇK-s dhe të Kosovës, si kundër dënon çdo përpjekje për manipulim të saj nga albanofob shqiptfolës, armiq të damkosur të Kosovës. Por pasi ra në kurthin e Ramës për mungesën në protest, doktori ra edhe në kurthin e fjalëve të veta. Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë urdhër verbal apo me shkrim që përfaqësues apo mbështetës së saj të mos jenë në mitingun mbështetës për ish-krerët të UÇK-s në proces gjyqësor në Hag. Spekulimi banal i ndonjë medieje se ky urdhër ekziston është pjesa e skenarit përhershëm anti-opozitar të Ramaduros dhe Partia Demokratike e hedh poshtë si të tillë. Por çfarë deklaroi Berisha një ditë para protestës? Ky është vendim politik i Partisë Demokratike. Unë nuk besoj kurrë se protesta është rruga për të kundërvëruar gjykatës. Megjithatë, doktori e humbi mundësinë të bëjë lajm. Lajmi vetëm do të ishte nëse ai do të merrte pjesë në protest. Kësaj radhe e ndihmoi edhe Rama me mungesën e tij, sepse prezenca e kryeministrit nuk kishte justifikim disa muaj më parë, kur në ceremoninë mortore për Janulatos i ndante vetëm Greku Mitsotakis. Atëherë ishte lajm, kurse mungesa e doktorit tashmë përbën vetëm një rutinë. Agjencitë ndërkombëtare të lajmeve i dhanë zë protestës së mbajtur në Tiranë për lirimin e ish-krerëve të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Associated Press shkruan për qytetarët që mbushën sheshin Skënderbej me flamuj dhe simbolet UÇK-s, ndërsa theksion pjesëmarrjen e ish-presidentit Alfred Mojsiu. Washington Post raporton mbështetjen e veteranëve të luftës dhe protestuesve për ish-liderit e burgosur në Hag. Edhe Reuters dhe New York Post kanë ndarë detaje nga tubimi, duke theksuar karakterin paqësor të protestës. Mediat e huaja i kanë bërë jehon protestës së madhe që u mbajt në Tiranë në kërkim të drejtësisë për krerët e burgosur të ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Associated Press shkruan se qytetarë nga Kosova dhe jo vetëm mbushën sheshin Skënderbej me flamuj kombëtar shqiptar dhe simbolet e ushtrisë qeverimtare. Agjencia e lajmeve thekson se protesta u mbështet edhe nga kryeministri Edi Rama dhe qeveria shqiptare nën moton Liria ka emër, drejtësi për çlirimtarët. Associated Press shkruan se protesta ishte paqësore dhe nxjerr në pa edhe prezencën e ish-presidentit Alfred Mojsiu, i cili bëri thirrje për drejtësi. Washington Post shkruan se veteranët e luftës së Kosovës dhe mira mbështetës të tyre u mblodhën të premte në kryeqytetin e Shqipërisë në kërkim të drejtësisë. Media amerikane thotë se protestuesit për krahan Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasnishin dhe Recep Selimin në procesin e tyre në gjykatën speciale, për të cilën thonë se po tregohet e padrejtë. Edhe agjencia e lajmeve Reuters shkroi për mbështetje ndaj ish-krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që janë në një proces të tej zgjatur për krime lufte. New York Post nga ana tjetër ndau imazhe nga protesta dhe vuri në dukje se mira njerëz mbushën kryeqytetin e Shqiptarisë për të përkrahur Thaçin, Veselin, Selimin dhe Jakub Krasnishin. Të dielën në Maqedoninë e Veriut mbajnë zgjedhjet lokale ku qytetarët do të vendosin për kryetarët e 80 komunave dhe kryeqytetit Shkup. Sipas sondazheve, forcë e parë del partia në pushtet VMRO-DPMNE, ndjekur nga Lidhja Socialdemokrate në komunat me shumicë shqiptare, ka garë të fortë mes BDI-s, Aleancës Kombëtare për Integrim dhe koalicionit Vlen. Vendi sot është në heshtje zgjedhore, teksa ka nisur votimi për disa kategori personash.
Maqedonia e Veriut është në heshtje zgjedhore. Pasi këtë të diel, vendi mban zgjedhjet lokale në 80 komunat e vendit dhe kryeqytetin Shkup. Qytetarët do të zgjedhin kryetarët e komunave dhe anëtarët e këshillave komunal rreth një vit e gjysmë pasi vendi mbajti zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Këtë të shtunë votojnë një kategori personash nga Tosomur, ata që janë arresht shtëpiak, të burgosurit apo azilet të moshuarve. Ndërkohë në bashkitë ku nuk do të ketë një fitues me 50% plus 1 të votave, shkohet në balotazh që mbahet me 2 nëntor. Të drejtë voto e kanë mbi 1.800.000 qytetar, ndërsa 112.000 janë të regjistruar në listat e veçantë zgjedhore si persona që jetojnë jashtë shtetit. Këto zgjedhje të pushtetit vendor janë të tetat që nga pavarësia e vendit dhe qytetarët votojnë për 309 kandidat për kryetar komune dhe për 576 lista këshilltarësh. Në garë marrin pjesë 22 parti politike, 19 koalicione, si dhe 119 iniciativa qytetare ose kandidatura të pavarura. Sipas sondazheve të kryer gjatë kësaj periudhe, rezultati në komunat me shumicë maqedonase pritet të jetë i paparashikueshëm, ndërsa në komunat shqiptare është një situatë tjetër. VMRO-DPMNE është partia që kryeson në sondazhe me 26.7%, e ndjekur nga Lëvizja Social-Demokrate e Maqedonisë me 11.1% dhe Forca e Tretë është BDI dhe Aleanca Kombëtare për Integrim me 9.9%. Në fund vjen koalicioni Vlen me 7.5%. Ndërkohë Lidhja Social-Demokrate është në një krizë të brendshme pasi humbi thellë në zgjedhjet e vitit 2024 dhe po përpiqet të ruajë ndikimin në disa komuna, ndërsa në 15 komuna me shumicë shqiptare, gara është e ashpër mes BDI dhe koalicionit opozitar Aleanca Kombëtare për Integrim, si dhe koalicionit Vlen, që është aktualisht partnere në qeveri me VMRO-DPMNE. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e Gazmend Bardit për 30 ditë nga kuvendi pas toneve agresive dhe përpjekjeve për të ndërprerë folësit në seancën e fundit parlamentare. Për këtë kërkesë do të vendosë të hënën Komisioni i Etikës në kuvend. Zoti Bardi, jeni totalisht në shkelet rregullore sepse jeni përjashtuar nga seanca dhe Grupi parlamentar i Partisë Socialiste kërkon përjashtimin me 30 ditë të deputetit demokrat Gazmend Bardi nga kuvendi. Në shkresën drejtuar kryetarit kuvendit, socialistët argumentojnë se Bardi ishte shkaktar i kaosit në seancën publike ditën e njëjtë gjatë raportimit të komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi. Gazmend Bardi ndërhyri në mënyrë të përsëritur me tone agresive duke ndërprerë folësin, duke përdorur fjalë shumë të rënda fyese ndaj kryetarit kuvendit. Veprime këto që përbëjnë shkeljet e rënda rregullore së kuvendit dhe të etikës parlamentare. Sipas shkresës, Bardi është paralajmëruar disa herë, në fillim me vërejtje dhe më pas me heqjen e fjalës, në fund përjashtim nga seanca, por ai refuzoi të largohej nga salla, duke çuar parlamentin në anormalitet. Kështu Bardi bëhet deputeti më i padisiplinuar i kuvendit, pasi në 2 muaj kërkohet për herë të dytë përjashtimi i tij. Të hënën është thirrur Komisioni i Etikës për të shqyrtuar përjashtimin e Bardit me 30 ditë nga kuvendi. Një iri shqiptar mbeti vrarë në Perugia të Italisë pasi u qellua me thik në parkingun e universitetit. Hekuran tsunami është përleshur me disa persona para se të vriten në orët e para të mëngjesit të sotëm. Autori i krimit është ende në arrati, ndërsa vrasja e 23 vjeçarit ka tronditur gjithë komunitetin shqiptar në Itali. Një ngjarje tronditse ka ndodhur në Perugia të Italisë, ku një 23 vjeçar shqiptar u vra në parkingun e universitetit. Hekuran Tsumani u qellua për vdekje me thik rreth orës 4 të mëngjesit të kësaj të shtune. Mediat italiane raportojnë se prokuroria po heton vrasjen, teksa dyshimet e para janë se krimi ishte rezultat i një grindjeje. I riu u qellua me thik në gjoks, ndërsa autori është ende në arrati dhe po vijojnë kërkimet për arrestimin e tij. Nga hetimet fillestare është zbuluar se Tsumani ishte përleshur me disa persona gjatë orëve të para të së shtunës në një klub pranë universitetit. Ngjarja ka tronditur thellë qytetin dhe komunitetin shqiptar në Itali. Kryetari i bashkisë dhe Këshilli Bashkiak i Perugias shprehin hidhërimin e tyre për vdekjen e të riut dhe kanë shprehur mbështetjen për familjen dhe miqt. Dhimbja e këtyre orëve shtrihet në të gjithë qytetin. Perugia qëndron me ata që po vuajnë sot dhe reflekton me hidhërim për një tragjedi që prek thellësisht komunitetin ton, shuan institucionet në një deklaratë të përbashkët. Vrasësi i biznesmenit Eduardo Sarki do të mbetet në qeli gjykata e Gjirokastrës, saktoi masën e sigurisë arrest në burg për Kamber Sulçën. 48 vjeçari nga Vlora qëndroi heshtur në seancë. Sulçë u dorëzua në polici 3 javë pas vrasjes së ndodhur në një zonë malore në Salari të Tepelenës. Ai qelloi mbi italianin pas një konflikti me djemtë e ortakut të tij në biznes që kishin dalë për gjueti bashkë me biznesmenin.
Gjykata e Gjirokastrës kalon në burg pa afat Kamber Sulçen, autorin e dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki me 26 shtator në fshatin Salarita të Pelenës. 48 vjeçari doli para gjykatës 3 ditë pasi u vetë dorëzua për vlerësimin e masës së sigurisë. Kamber Sulçe ka qëndruar i heshtur për gjatë gjithë kohës, ndërsa avokati i tij mbrojtës ka kërkuar lehtësim të masës duke sjellë faktin e vetëdorëzimit të 48 vjeçarit. Pavarësisht kësaj, togat e zeza vendosën të mos marrin parasysh kërkesën e avokatit, duke e lënë në burg pa afat Kamber Sulçen. Pas dhënies së vendimit në fjalë, avokati ka thënë se do ta ankimojë në gjykatën e apelit masën e burgut pa afat që u dha nga gjyqtarja Entela Selmanaj. Ngjarja ndodhi me 26 shtator ku 44 vjeçari italian Edoardo Sarki u qellua për vdekje gjatë një konflikti në fshatin Salarita të Pelenës. Hetimet treguan se motivi i vrasjes ishte banal, një debat për dritat e gjata të makinës. Sipas policisë, Sulçe kishte pasur një konflikt të momentit me djemtë e Krem Braçit, miq të viktimës, të cilët ishin në shoqërinë e italianit. Pas debatit, ai kishte ndjekur dhe u kishte dalë para në rrugizë në fshatin Salari. Pas një konflikti verbal, Sulçe ka qelluar në këmbë Edoardo Sarkin, i cili më pas ka ndërruar jetë. 2 nipa të ish kryebashkiakut të Mallakastrës, Agron Kaplanaj dhe një shok i tyre do të shkojnë në bankën e të akuzuarve në gjykatë për dhunën e ushtruar ndaj disa agjentëve të BK-s që ndodhishin në Fier në një operacion të SPAK. 3 të rinj të akuzohen nga prokuroria e Fierit për goditje për shkak të detyrës pas ngjarjes së ndodhur në prill të këtij viti. Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq Ledian dhe Claudio Kaplanajn, si dhe mikun e tyre Gerald Kolçaku, pasi dyshohet se kanë dhunuar efektivet e forcave operacionale dhe agentët e byros kombëtare të hetimit gjatë një aksioni. Ngjarja kjo e ndodhur me 15 prill të këtij viti. Ledian dhe Claudio Kaplanaj, të cilët janë dy nipër të ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj, por edhe miku i tyre Gerald Kolçaku, sipas prokurorisë, do të përballen në gjykatë si të dyshuar për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Prokuroria e Fierit sqaron se ditën e ngjarjes, në afërsi të kompanisë së ndërtimit të pronësi të shkëlqim Kaplanajt, efektivët dhe agjentët e byros kombëtare të hetimit janë prezantuar, por pavarësisht kësaj, ndaj tyre është ushtruar dhunë dhe nuk janë lejuar të kryejnë detyrën. Në një njoftim zyrtar për këtë incident, prokuroria e posaçme tha se hetuesit e byros kombëtare të hetimit u goditën pa asnjë shkak, ndërsa të pandehur nga ana tjetër pretenduan se nuk e dinin që personat ishin të prokurorisë së posaçme. 2 automjete u përplasën fort në mbikalimin e plepave në Durrës dhe përpasojnë mbetën të plagosur. 2 drejtuesit e tyre dhe 3 pasagjerë para kalimit i autoveturës rreptësisht ndaluar në këtë mbikalim. Dyshohet të jetë bërë shkak për goditjen e kamionçinës që përfundoi në krahun tjetër të rrugës. Një aksident i rënd mes një kamionçine dhe një veture tip Peugeot ka ndodhur në aksin rrugor Kavaj Plepa mes ditën e të shtunës. Aksidenti është shënuar në mbikalimin e plepave ku 2 makinat janë përplasur kokë më kokë dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur 2 shoferët e Tembo Doj e Sefer Pata, si dhe 3 pasagjerë. Nga përplasje e fortë, makina e drejtuar nga 61 vjeçari e Tembo Doj është shkatruar totalisht, ndërsa 3 pasagjerët bashkë me shoferin që ndodheshin brenda kanë pësuar dëmtime të rënda. Është dashur ndërhyrje zjarrfiksve për të nxjerrë 4 të plagosurit nga makina tip Peugeot. Ka dyshime se shkaki i këtij aksidenti është bërë një parakalim i gabuar në mbikalim nga shoferi 61 vjeçar i makinës tip Peugeot që vinte nga Durrësi në drejtim të Kavajës. Kamionçina e drejtuar nga Sefer Pata, 65 vjeç, ka përfunduar në krahun tjetër të rrugës. Në mbikalim është rreptësisht ndaluar parakalimi, por si duket neglizhenca e sinjalistikës solli aksidentin e rënd. Policia po punon për të zbardhur rrethanat e plota të përplasjes, ndërsa të 2 shoferët pas mjekimit do t'i nështrohen edhe testeve të alkoolit nëse kanë qenë të derë në timon. Mazhoranca ndryshon draftin e ligjit për barazinë gjinore duke u tërhequr nga fjala që linte hapësirë për gjininë e tretë veç burrit dhe gruas më 22 amandamente të depozituara për këtë ligj, ka tërheqje jo vetëm nga gjinia e papërcaktuar, por edhe nga terma të tjerë që zëvendëson me trajtim të barabartë mes grave dhe burrave. Projekt ligji i mëparshëm i shumë diskutuar kishte ngjallur reagime të forta nga shoqëria civile dhe komunitetet fetare. Mazhoranca ka bërë një hap pas në lidhje me projektligjin për barazinë gjinore, duke tërhequr termin gjithëpërfshirëse, që linte hapësirë për identitetet të tjera gjinore përveç burrit dhe gruas. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla ka dorëzuar në Kuvendin e Shqipërisë 22 amendamente, duke propozuar që në ligj të njihen vetëm 2 gjini, burr dhe grua. Ndryshimet prekin gati çdo nen të projektligjit, duke hequr terma si identitet gjinor,
shprehje gjinore dhe diversitet gjinor, që më herët ishin përfshirë në draftin fillestar të propozuar për konsultim publik nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në nenin e parë, fjalia pavarësisht përkatësisë gjinore zëvendësohet me formulimin e ri, trajtim të barabartë mes grave dhe burrave, ndërsa në nenin 4 hiqet çdo referencë ndaj diversitetit gjinor. Po ashtu në nenin 10, që lidhet me gjuhën e ndjeshme gjinore, largohet termi gjithëpërfshirëse. Sipas mazhorancës, ndryshimet synojnë ta bëjnë ligjin më të qartë dhe të zbatueshëm, duke rikthyer tek koncepti tradicional i familjes shqiptare, duke i mbyllur rrugën çdo keq interpretimi në publik. Projektligji i mëparshëm kishte ngjallur reagime të forta nga shoqëria civile dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare, të cilët e konsideronin draftin si një kërcënim për familjen tradicionale dhe si një hap drejt normalizimit të ideologjive gjinore të huaja për shoqërinë tonë. Propozimet e qeverisë do të rikthehen edhe një herë për diskutim në komisionet parlamentare, ndërsa më pas pritet votimi përfundimtar në parlament. Shumë sëmuren, por jo të gjitha luftojnë fort për të dalë mbi vdekjen. Gratë e prekura nga kanceri i gjirit kanë histori, por edhe qasje të ndryshme ndaj të papriturës që ju rezervon jetë. Alket Anushi tregon për ABC News betejën e saj me kancerin që nisi 3 vjet më parë dhe duke të përfunduar me sukses. Historia e saj nuk është një rrëfim frike, por rrëfimi një fitimtareje që u jep forcë dhe kurajo edhe grave të tjera si ajo. Me 45 vjeçaren bisedoi kolegja Joana Çallaku. Ka shumë si ajo mes nesh, por janë të paktë ata që guxojnë të flasin. Të tregosh historinë e jetës kërkon guxim, të përballesh me dhimbjen dhe ta thuash me zot të lartë kërkon një zemër të madhe. E tillë është Alket Anushi. Për herë të parë ajo ka zgjedhur të ndajë me të tjerët një pjesë të errët, por jetike të jetës së saj, luftën me kancerin e gjirit. Një betejë që zgjati 3 vite, por që sot i përket të kaluarës. Unë quaj më shëruar prej 1 vit e gjysmë, dhe ndihem shumë mirë konkretisht. E kam kaluar të gjithë pjesën e rrezikut. Një lodhje vazhdueshme dhe një ndjesi pa rehatie që zgjati disa ditë, ishin sinjalet e para që e çuan 45 vjeçaren te mjeku. Nuk ishte dhimbje e madhe, por ndjente që diçka nuk shkonte. Nuk ndihesha mirë fizikisht, pothuajse ndihesha gjithmonë e lodhur. Dhe brenda javës më ka rënë 2 herë gjendja të fikti. Gjithashtu, në anën time të djathtë, vërejta një gjendër që po rritej me shpejtësi. Nuk prita më gjatë dhe kam shkuar të bëj një ekografi. Doktori konstatoi që ishte diçka jo e mirë dhe më orientoi që të bëja vizita të tjera. E kishte dëgjuar shpesh këtë diagnozë, por tani ajo kishte një emër. Ishte brenda saj, një stuhe emocione shpërthyen tek ajo. Frikë, pasiguri, trishtim, pyetje pa përgjigje. Pyetjet ishin të shumta, mendja nuk ndalej. Kërkimi në Google ishte veprimi i parë. Aty gjeti gjithçka, përveç asaj që i duhej më shumë, shpresë. Ka qenë një emocion shumë i vështirë për mua. Ka qenë një ditë shumë e ngarkuar emocionalisht, ku zemra ime rrihte fort dhe mendimet ngatroheshin me njëra tjetrën, ku shpresa dhe frika ishin shumë të mëdha për mua. Do përballesha me të panjohurën, por si? Kjo ishte një pikpyetje në mendjen time. Pyetja ime e parë ka qenë lundrimi në Google. Kam lexuar shumë. Dhe kam menduar se si do të bëhesha, domethënë pas të gjitha këtyre trajtimeve, domethënë e vija veten time përballë. Dhe nganjëherë ndihesha dhe keq sepse nuk do isha më ajo që kisha qenë më përpara. Domethënë nuk do ta kisha më atë forcën, më atë lirinë e kufizimit. 2 muaj para se të mësonte sëmundjen, Alketa kishte humbur babain. Dhimbja në familje ishte ende e freskët. Për ta mbrojtur nënën e saj nga një tjetër tronditje, vendosi të mos i tregonte me një herë. Ishte nëna ime. Unë asaj nuk e kam thënë që në fillim diagnozën time, pasi nuk e mendova se ajo duhet ta dinte këtë gjë. Babai im kishte vetëm 2 muaj që kishte ndëruar jetë dhe dhimbja e saj ishte shumë e freskët, gjithashtu dhe e imja, por nuk doja që ajo të lëndojë edhe më tepër. Nuk doja ta lëndoja shpirtin e saj. Preferova që t'ja tregoja avash në fazat e mëvonshme. Nëse unë nuk do ta fitoja betejën me kancerin, jam shumë e sigurt që ajo do të shkatërrohej totalisht. Edhe sot që unë jam mirë, e kam kaluar çdo gjë, ajo mendon se unë jam e sëmurë.
Përveç mbështetjes nga familja, miqt dhe kolegët, Alketa gjeti forcën më të madhe brenda vetes. Kam gjetur mbështetjen kudo. Nëse unë nuk do ta kisha mbështetjen, ndoshta nuk do ta kisha kapërcyer të gjithë këtë sfidë. Kam gjetur një forcë shumë të madhe brenda vetes. Unë si natyrë kam qenë një natyrë shumë luftarake. Alketa është psikologe në një shkollë dhe megjithse trajtimi e raskapiti, nuk u shkëput asnjë ditë nga puna. Përkundrazi, i qëndroi më pranë se kur nxënësve dhe kolegëve të saj. Të premten kryet kimioterapinë dhe të hënën shkoja në punë. Përpiqesha që të organizoja pak kohën që mos të mendoja se isha e sëmurë. Pjesën tjetër të kohës e plotsoja me shëtitje në natyrë, nganjëherë bëja dhe sport. Ka qenë pak i vështirë për mua sepse në atë kohë do të thënë sigurisht që flokët të bien dhe unë kam qenë gjithmonë me paruke në shkollë. E di që betejë e saj është ajo e mira grave të tjera, ndaj zgjodhi të flas për të dhënë zë, forcë dhe shpresë. Sot në muajin e sensibilizimit të luftës ndaj kancerit të gjerit, Alketa nuk flet vetëm si një grua që ka kaluar këtë sëmundje, por flet si një zë shprese për të gjitha ato që po kalojnë një betejë të ngjashme. Ju jeni më të forta se sfidat. Prandaj mos u dorëzoni, sepse dhe mos e humbisni shpresën se drita juaj është forcë për të tjerët. Ju jeni një shembull i mirë i forcës, dashurisë dhe jetës. Unë jam një fakt që nëpërmjet dashurisë, forcës dhe besimit, sepse besimi ka qenë një ndër kryesorët, ja kam dalë, e kam fituar betejën. Prandaj dhe ju luftoni për ta fituar atë. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës dhe Kastrati Group bashkohen në një marshim kundër kancerit të gjirit. Në aktivitetin ndërgjegjësues u shpërndan mesazhe të rëndësishme për gratë, kontrolli i hershëm për këtë sëmundje shpëton jetë. Unë jam e fort. Me këtë moto, Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës dhe Kastrati Group u bashkuan me YVCA në ecjen simbolike për të rritur ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit. Sfidat e mia kanë qenë shumë të forta, sepse kanceri ka parekur jo vetëm mua, por edhe nënën time. Gjithashtu kam humbur dhe vllajën e vetëm me kancer. Por besimi në Zot dhe dashuria për jetën na dha një forcë dhe një shpresë për t'ia dalë. Gra, burra, pacient të mbijetuara, përfaqësuese të institucioneve publike e private, morën pjesë në aktivitetin e zhvilluar në mjediset e aeroportit, në shenjë solidariteti dhe mbështetje. Tetori Ros nuk është thjesht një simbol, ai është një thirrje që të ndalemi pak, të ndalemi dhe të reflektojmë, të mbështesim dhe të kujdesemi më shumë për njëri tjetrin. Jo vetëm aeroporti, por në të gjitha kompanitë e grupit Kastrati, ne organizojmë fushata ndërgjegjësuese dhe për të informuar më shumë se 1000 punojse. Jo nesër, por sot. Çdo jetë është e çmuar dhe çdo mas parandaluese ndihmon për të shpëtuar një jetë. Kjo nis me kthyer në traditë në Tetorin Ros synon të përçojë mesazhin se zbulimi i hershëm shpëton jetë. Jam zëri juaj dhe do të jem zëri juaj sa të kem forcë dhe shpresë. Thirrja është të bëjmë kontrollin sa më të hershëm për ta kapur sëmundjen në stadin sa më të hershëm. Do të përpiqemi maksimalisht që gjërat të përmirësohen dhe të shkojnë drejt një vizioni më të mirë në mbështetje të zonjave, grave, vajzave, të cilat përvuajnë një sëmundje të tillë siç është kanceri i gjirit. Ata që ndër vite kanë kontribuar në luftën kundër kancerit të gjirit u vlerësuan me çmime. Ndërsa mesazhe drejtuar grave për të kujdesur për veten e për të qëndruar të forta përballë sfidave u shpërndan përgjatë të gjithë aktivitetit. Ishte gjithçka e përgatitur për Newshour, për më tepër ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të gjetur aty të tjera zhvillime, ndërkaq në radio në gjinin frekuencën 105 FM. Pas pak do të jeni me kolegen Jeta Kasemi në faqja 4. Faleminderit që na ndiqni.